Ja, Qati. E gjete vjollën adekuate. Thash më herët s'kom dëgju. Të lutem, kur thot Alili kom përqesh, ajo është vërtet absolute. Kom përqesh, s'kom ironizu. Apo di që kjo problemi me Alili. Edhe kjo është ideja. Problemi me... Tash nuk është problemi të... Më kështu më ti probleme tua jo të mijat? Kështu më me probleme tua dhe ja? Hajde, caktoj. Tash, le me folio ose bënë të qështu... Po kështu më probleme tua jo të mijat? Halil, mos ta qëmë personale, urdhro. Përmbyllë gash se pastaj Halilin do duhet ta pyes për... Nuk konsideroj që LDK-ja edhe ka luksin politik, po dhe do të bëj hapa të këtil që të nxjerr. A ka ambicje edhe janë legjitime po. Por a mujnë me bo ato, me Lumir Abdigjikun, kryetar LDK-s, e kena po që s'mujnë. Okej, a është Abdigjiku i betonizuar për t'i prirë LDK-s në këto zgjedhje? Unë e di një punë. Në Prishtina ka dëshmu që fuqishëm është një trend i rritjes. Por ka probleme që i theksova në Fushë Kosovë, në Biliq, dhe pa konsolidume në Gjakov, Mitrovic, e plot komuna tjera që po thuj so para shumjes. Ferizaj, po da të është. Dhe tash problemet janë evidente, por unë nuk i pozina një partije politike as VVS, as LDK-s, as PDK-s, se kanë me nëzirë kandidat. Unë nuk bullizoj Blerim Shiti, sepse qajo parti, ose qato parti, ta kanë maru shtetin tonë dhe të mive tu. Qashtu është. Jonë parti historike, shtetformuse, kanë dhonë kontribut hatashëm shtendërtim, prandaj e natyrshme në çdo vend demokratik që i hub zgjedhjet e rikthejër. Sepse ato janë partit e tablume, ato nuk shuhen, ato i kthejën, deshte apo nuk deshte. Partit historike, shtendërtuese, e rikthejën. Qysh rikthejën? E rikthejën deri me zgjedhjet lira. Po dhe, e psa s'pas ka zgjedhjet lira në Kosovë? Tash, se a është Lumiri, a Paris Guri, kandidat për kryeministër, strukturat e partisë vendosin, jo ti Bleri. Po ate, ti s'vendos, a? Kush ta që vendosi, kush ta unë po vendosi që s'ban Paris Guri. Vazhdove me përqesh. Po ty mëre po do këtë përqeshe, ty po do këtë përqeshe. Ti e përqeshe, kur ka me hum 12%, Une, po e hum që luzje dhe kalu, une kom fakte, o Bleri. O Halil, s'ki fakte, se do 27% shkon PDK-ja, 22 shkon LDK-ja, 10 AKE-ja, po mesin 40 Po moj shenime. Po mesin 41. Po moj shenime. Qysh po pika 12% të vendosja? Une kom thonë 10 dhe 12, më falë. Jo, sa ku më në 10 dhe 12. Që ku ma kushtrimi i spot. Unë jam i spot. Unë jam i spot. Sa ku më thonë, zoti sa 10 dhe 12. Lutëm, moj shenime. Shka dhe? Po dhe? Sa ku më thonë? Kamerosja. Po qysh kamero 10 dhe 12 kur tha knena? Po knena e që aty vjen 10, fix. Okej, këtë kena 10-12% që të po. Pra Abdigjiku s'ka alternativë. Jo, problemi është që aktualisht Abdigjiku me fakte. Jo, sajb, do më onë, po mos merë me të tani, më merë me Abdigjiku. Blerim. Unë e për flasë realitetin. Unë e di një fakt. Lumir Abdigjiku është kryetar legal dhe legjitim, që përmend shpesh i LDK-s. Është, nuk e ka mohuar. Jo, s'mund ta mohoj. Ka dalë dhe tash. Dhe e ka të drejtën partia që e ka lider me mandatu për kryeministër. Me nominu. Me nominu. është për kontestat. E drejtë e pakjetërsuar. Prandaj çdo ironi ose përqeshje ju t'ja përfundon hiç. Bravo. Hiç. A din, se nuk thot kur gjo. Ti unë natë njohëm që një kundërshtar LDK-s. Sipas te. Valbe. Sipas te s'thot kur gjo, po. Shiko, unë jam kundërshtar konceptual i VVS, po zoti Gashi. Unë kum pos. Unë pritbetash. Ti pritbetash. Apo ndalesh? Unë kum pos kurajo zoti Gashi, me dal me mbrojt edhe qeverin, edhe me vend, me disa hapa që ti i din që janë ndalimi i referendumit për kushtetutin e Serbisë në Kosovë, e strukturat paralele, e plot do punë.